Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës, një letër vërtet emocionuese, një histori e shkruar nga një nënë për vajzën e saj. Ajo shkruan burit të vet, i cili fatkeqësisht nuk dëshiron që ajo ta takon vajzën për vite të tëra. Buri im, po të shkruaj këtë letër me sytë e mbushur me lotë dhe me një dhimbje që nuk di më se ku ta fshe. Ndoshta fjalët e mia nuk do të prekin me njëherë. Ndoshta do të mendosh se po kërkoj shumë, por sot nuk po të kërkoj pasurinë. Nuk po të kërkoj asnjë gjë për vete. Po të kërkoj vetëm një gjë. Më lër që të takoj vajzën time. Kanë kaluar të plota 5 vite, 5 vite që një nën i duken këto 5 vite sikur të jenë një jetë e tërë. 5 vite pa e përqafuar ti me bi, 5 vite pa ja dëgjuar zërin pranë meje. 5 vite pa i parë syt nga afër. Dhe çdo ditë që kalon, zemra ime pyet veten: sa gjatë do të vazhdoj kjo gjë? Unë e di që ti e ke krijuar jetën tënde. Ti pas ndarjes me mua u martove, ke krijuar familjen tënde, shtëpinë tënde dhe përgjegjësitë e tua. Unë nuk dua të të prish asnjë gjë. Nuk dua të hyj mes jush dhe në asnjë mënyrë si ish bashkëshortja jote, nuk dua të të krijoj një konflikt. Dua vetëm si nën dhe që më takon në të gjitha format, dua të shoh vajzën time. Të kam thënë disa herë, në asnjë mënyrë nuk më lejon kontakte me të, dhe unë po e bëj këtë histori publike para se unë të ngritem edhe të marr rrugët ligjore. 5 vite nuk më lejon në asnjë mënyrë të shoh fëmijën tim, 5 vite të jam lutur dhe përgjëruar, të kam ardhur edhe me polici, por siç duket rasti do t'jetë edhe më alarmant. Dua ta përqafoj dhe t'i them bi, më ke munguar. Tani ti si baba që je dhe ke ndërtuar familjen tënde të re, a e di çfarë do të thotë për një nën të kaloj 5 vite pa e prekur fëmijën e saj? Çdo festë në jetën time ka qenë e dhimbshme. Çdo ditëlindje ka pasur një boshllëk. Dhe çdo herë kam dëgjuar dikë të flas për vajzën e saj. Unë jam munduar që të buzëqesh, por brenda meje diçka është coptuar. Kam mbajtur fotografitë e saj. I kam parë shumë herë. Ndonjëherë i flas fotografisë sikur i me bi të ishte këtu. I them si e bi? A je mirë? A je lumtur? Dhe pastaj më bien lotët sepse nuk kam më përgjigje. Burim, të lutem mos më thuaj se po e bëj për vëmendje, siç më thua. Mos më thuaj se dua të hap plagët vjetra. Unë nuk dua të kthehem tek e kaluara. Dua vetëm të kem një moment me vajzën time. Nëse ke pasur ndonjëherë një nën që të ka pritur në derë, atëherë e din shumë mirë ti i dashur se çfarë është kjo dhimbje. Një nën mund të falë shumë gjëra,
mund të falë fjalë të këqija, mund të falë largimin, mund të falë vitet e humbura, por është shumë e vështirë të jetosh me pyetjen pse nuk më lejohet që unë personalisht si nën të shoh fëmijën tim. Unë nuk dua të luftoj me ty, nuk dua të të humbas ty për ta fituar atë. Dua t'ju kem bien time. Nëse ke frikë se takimi ynë do të sjellë probleme, të premtoj se do t'jem e kujdesshme. Do të vi vetëm nëse edhe i me bi dëshiron, por unë e di që ti dhe gruaja jote e keni mbushur. Nuk do të bëj skena, nuk do të flas për gjëra që kanë kaluar, nuk do të kërkoj llogari se ti më je martuar dhe nuk më intereson. Do të ulem përballë saj dhe do ta shikoj me lotët në sy. Dhe ndoshta nuk do të kem fuqi edhe të them më asnjë gjë. Ndoshta do të qaj, ndoshta edhe ajo do të qaj bashkë me mua. Por le të jenë lotët tanë një kujtim dhe jo lotë për një ndarje. 5 vite janë shumë. Baba i vajzës time. Dhe pikërisht mua kjo gjë më frikson. Nuk dua që një ditë të mbyll sytë dhe të iki nga kjo botë duke menduar se vajza ime është vetëm disa kilometra larg meje, por unë nuk pata mundësinë që ta përqafoja. Nuk dua që ajo një ditë të pyes veten pse ime më nuk më kërkoi, sepse unë e kam kërkuar dhe atë e kam kërkuar çdo ditë, në heshtje, me lot, me lutje. Edhe sot po ta them ty si baba që je, më lër ta takoj. Më lër ta takoj vetëm një herë, vetëm për pak minuta. Nëse pas atij takimi ajo nuk dëshiron të më shoh më, të betojmë që do ta respektoj. Por dua të kem mundësinë ta shoh një herë në sy. Dua t'i prek dorën, dua t'i them se nuk e kam harruar, se asnjë ditë nuk ka kaluar pa menduar për të, se pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur, ajo është edhe do të mbetet vajza ime. Buri, mos e lejo krenarin, inatin apo plagët e së kaluarës të bëhen më të mëdha se sa dashuria ime për vajzën time. Jeta është e shkurtër, sot jemi këtu, nesër nuk e dim, prandaj po të lutem me gjithë zemër, hape një derë. Më jep një mundësi, më lër ta takoj vajzën time, nuk dua të fitoj një debat, nuk dua të kem të drejtë, dua vetëm një përqafim. Një përqafim që e kam pritur 5 vite me radhë. Dhe nëse atë ditë ajo më ofrohet dhe më thot, mami, unë do të ndjej sikur 5 vitet e dhimbjes janë zhdukur në çdo çast. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë një rrëfim dhe një letër goxha të dhimbshme edhe shumë të tmerrshme nga djali i tim, i cili vendosi që në jetën e tij ta merr vjerën, ta mban afër vetes edhe të kujdeset për ta. Ndoshta kur do ta dëgjosh këtë letër një herë ka ime, do të pyesësh veten pse po të shkruaj unë sot pas kaq shumë vitesh. Ndoshta do të thuash pse tani? Pse pikërisht tani kur unë jam e sëmur? Pse nuk më kërkove më herët? Dhe unë në të vërtet kam një përgjigje të shkurtër për këtë. Sepse kjo në thelb nuk është vetëm një letër. Është një pjesë e jetës time.
është fëmijëria ime, dhimbja ime, vetmia ime, zemërimi im, por edhe falja ime. Unë isha vetëm një fëmijë atëherë, një fëmijë që nuk e kuptonte pse duhej që të largohesha nga shtëpia. Një fëmijë që nuk e kuptonte pse njeriu që duhej ta mbante për dore, në të vërtet nuk e mbajti. Mbaj mend shumë net kur kam fjetur me lotët në sy. Mbaj mend ditët kur shikoja fëmijët e tjerë me nënat e tyre dhe unë e pyesja veten: po nëna ime, ku është nëna ime? Pse unë nuk kam dikë që mua të më pres tek dera? Pse unë duhet që të rritem kaq shpejt? Nuk e di nëse ti e ke menduar ndonjëherë se çfarë ka ndjerë një fëmijë kur është ndarë nga shtëpia, por unë e di. E kam mbajtur atë dhimbje brenda vetes për vite të tëra. Dhe për një kohë të gjatë të kam fajsuar. Të kam pyetur në heshtje pse nuk më mbajte, pse nuk më dhe një mundësi, dhe pse më le që unë realisht të largohesha. Edhe ndoshta për shumë vite kam menduar se nuk do të falja kurrë. Por jeta ka një mënyrë të çuditshme për të na mësuar gjëra që nuk i kuptuam kur ishim ne fëmijë. Unë u rita, u largova, shkova në Amerikë me asnjë gjë në duar. Nuk kisha pasuri, nuk kisha emër, nuk kisha njerëz të fuqishëm pas vetes. Kisha vetëm një zemër të plagosur edhe një ëndër. Doja të bëhesha dikushi, jo vetëm për para, por për t'i treguar vetes se ai fëmijë që dikur u ndjej pa dëshiruar, mund që të ngrihej përsëri. Punova ditë dhe natë. Kam qarë vetëm në dhoma të vogla, kam ngrënë vetëm në tavolina të ftohta, kam kaluar net duke menduar për familjen. Dhe çdo herë që rrëzohesha më vinte në mendje ajo pyetja: çfarë do të bëhet me mua? Por nuk u dorëzova. Vitet kaluan. Dhe sot fal punës, sakrificës dhe shumë netëve pa gjumë, unë jam bërë një njeri suksesshëm. Kam fituar miliona, kam shtëpi, kam makina, kam gjithçka që dikur e shikoja vetëm në ëndra. Por e ditë në çfarë unë kuptova? Parat nuk e mbushin vendin e një familje. As milioni nuk mund ta kthejë një fëmijëri. As një shtëpi e madhe nuk mund të zëvendësoj një përqafim. Edhe pikërisht kur mendoja se kisha harruar të kaluarën, mora lajmin për ty. Më thanë se je e smur. Dhe në atë moment gjithçka që kisha ndërtuar sikur u zhduk përpara syve të mi. Nuk pash milionat, nuk pash shtëpit, nuk pash pasurinë. Pash vetëm një grua. Një grua që dikur ishte pjesë e familjes sime. Edhe papritur më erdhi në mendje fëmia që isha dikur. Ai fëmijë që kishte qenë i zemëruar me ty. Por këtë herë ai fëmijë nuk më tha: mos shko. Ai më tha:
shko tek ajo. Dhe prandaj po të shkruaj, sepse unë nuk dua që ti të mendosh se po vi sepse kam haruar gjithçka. Jo. Unë i mbaj mend të gjitha, por sot jam mjaftueshëm i rritur për të kuptuar se falja nuk do të thotë të harosh. Falja do të thotë të mos lejosh që dhimbja e së kaluarës të të shkatroj të ardhmen. Ti je sëmur, edhe unë nuk dua të ri larg. Nuk dua të të shoh duke luftuar vetëm, edhe pse ti më nxore në rrugë. Nëse duhet të shkojmë në spital me të mirë, do të shkojmë. Nëse duhet të kërkojmë mjekët më të mirë, do t'i gjejmë. Nëse duhet të shkojmë në një qytet tjetër, dhe aty do të shkojmë. Nëse duhet të shkojmë në anën tjetër të botës, unë do të vi pas teje. Sepse sot kam mundësi të bëj diçka që dikur nuk kisha mundësin ta bëj. Sot mund të të ndihmoj. Dhe nuk dua ta humbas këtë mundësi. Nuk dua që një ditë të qëndroj para varit tënd dhe të pyes veten, pse nuk bëra më shumë? Jo. Unë dua të luftoj për ty sa të kemi mundësinë. Dhe nëse Zoti na jep një shans, dua të të shoh përsëri duke buzëqeshur. Dua të të shoh duke ecur, dua të të shoh duke më thënë, djali im.